Përshëndetje ndjekës e story, po prisja që të hynin ndjekësit, që unë të bëja prezantimin. Unë jam Klotilda Harka, jam këtu për të bërë intervistën e të shtunës në Instagramin e revistës Story me një personazh shumë të njohur. Si fillim e kërkoj ndjes për zërin, për shkak të këtyre ftojeve stinore, të stinës. Ju përshëndes të gjithëve. Unë sot do bëj një intervistë me një prezantuese shumë simpatike. Do bëj prezantimin njësoj siç e ka bërë një media greke, që e ka cilësuar në një artikull të fundit, e ka cilësuar të re, të bukur, të talentuar. Ajo quhet Eva Murati, është aktore, është moderatore e emisioneve të njohura sportive, do të thënë një nga moderatoret më të njohura për sa i përket botës së sportit, fushës së sportit. Do presim që Eva Murati të hyjë dhe të bëjë një bisedë, besoj që do na shkojë mirë biseda, pa diskutim. Unë po përpiqem t'i bëj ftesë, ose po pres ftesën nga Eva. Ndërkohë, për të gjithë ju që jam e sigurt që ka shumë fansa dhe ndjekës, Eva, mund të bëni pyetjet tuaja live dhe pyetje do i lexojmë bashkë me Evën dhe do u përgjigjemi për çfarë mund të keni kurreshtje. Varet. Unë po pres që Eva të hyjë, ndërkohë po përpiqem t'i bëj vetë ftesë. Dhe shpresoj që të më pranoj. Jam e sigurt që kur vjen puna tek moderatorët e emisioneve sportive, audienca mashkullore dominon, sepse dihet që futbolli pëlqet shumë nga meshkujt. Ndërkohë kanë filluar komentuesit e revistës Story me komentet e tyre. Eva, na jep një shenjë jete, të lutem. Se tu në live është edhe gallace. Ndërkohë që unë pres të hyjë Eva, bëjnë ftesë persona të tjerë për tyr live. Ndoshta do u vi dita dhe ju. Nuk e di qa pyetjesh mund t'i drejtoni Evës. Ku Eva, se këmi punë, thot dikush, s'ke faj. Ja, po provojmë sërish. Ndërkohë ju mund të filloni me pyetjet tuaja, sepse do i lexojmë bashkë me Evën. Është një Okej, më në fund erdhi Eva. Eva ishte bërë shumë e bukur sot,
Se po në diskutim, është gjithmonë e bukur. Eva, Përshëndetje. Përshëndetje. O zot, me vështirësi të madhe u lidha me të. U lidha më në fund, po. Edhe unë nuk po e kuptoja nga që po mendoj që do futesh e ti atje tek live im, po nuk ka rëndësi. Po. Ua, jemi keq kuptuar sepse po shkruanin disa komentues që Eva hyri live nga Instagrami i saj. Në fakt unë ta specifikova aty, por nuk e di. Që kemi kuptuar, gjithsesi rëndësi ka që tash jemi okay dhe mund ta nisim, jemi gati për start. Jemi gati. Ti si je? Mirë. Unë ta thash që të show, nuk e di, më dukesh si fytyra e vërtet e vjeshtës, e stinë të vjeshtës. Ndoshta nga ngjyrat e tua, të lëkurës, të flokëve, buzëqeshja, të gjitha. Ty të pëlqen stina e vjeshtës? Më pëlqen shumë për të thënë vërtetën. Unë ndoshta do isha më shumë vajzë vere, sepse më pëlqen më shumë deti, plazhi, sigurisht, po kush nuk i pëlqen në fundit. Megjithatë, edhe vjeshta më duket shumë interesante dhe më pëlqeu shumë komenti yt sepse është shumë interesante se si shumë disa fotograf ose një pjesë prej tyre më kanë zgjedhur shpesh, domethënë që të më vendosin në vjesht. Ndoshta edhe për shkak të flokëve, ngjyrat e gjeteve, ndoshta mendojnë që kjo është diçka që e di mirë. Jo, edhe zëri, edhe shpirti yt ka një mister, je një vajzë mistershme. Si ja ke dalë që pavarësisht se je një personazh i ekspozuar, të mbetesh përsëri brenda misterit që duhet për të qenë tërheqëse? Është e lindur apo është kjo një strategji e jotja? Mund të ta garantoj që nuk është strategji. Kjo është pak, por e vërtet, sepse nuk është strategji, është në fakt është e çuditshme që ma thua, sepse mua më duket që unë ndaj shumë me ndjekësit në rrjetet e mia sociale, unë nuk është se ndaj gjëra, por që ndoshta në televizion gazetarët për shembull i duan gjërat pak më troç të thëna dhe mua kjo ndoshta nuk më pëlqen. Prandaj gjithmonë krijohet pak kjo pjesa e misterit. Edhe pse më pëlqen, për të thënë të vërtetën, nuk është se s'më pëlqen. Jo, për mua, domethënë, është një vlerë sepse konsumizmi ka pushtuar figurat e njëra, domethënë konsumojnë shpejt. Dhe është një luftë e madhe se si të qëndrosh në treg. Ndërkohë, për ty kanë shkruar edhe mediat greke dhe kishin bërë një koment të tipit që e re, e bukur, e talentuar. Por nuk kishin shtuar atë e pasur, se kur thuhet dhe e pasur pastaj, domethënë është komplet fatale si vajzë fatale. Nuk e di se çfarë të them, unë varet se çfarë koncepton me pasuri njerëz në fillim, por që jo, nuk flasim për pasuri shpirtërore sepse ato unë e ndjej dhe e shoh që e ke. Po flasim për pasuri. Jesh e re dhe të synosh që përveç famës të bësh edhe pasuri. Sa e vështirë, sa e mundur është në Shqipëri, në këtë Shqipërinë tonë të vogël? Varet mendoj se cilat janë edhe qëllimet e tua në çdo rast. Nëse ti je një vajzë karrieriste që do shumë karrierën tënde, patjetër që mundesh, nuk po them që këtë të ri, bika poshtë kjo, më mërziti, sepse ma tërhi shumë vëmendjen pjesa e celularit. Patjetër që mundesh, po unë mendoj që të paktën unë nga kjo gjë jam nisur që të mos fokusohem shumë te kjo, të fokusohem paktën te dëshirat e mia. Unë shoh shumë vajza që janë në televizion, po më duket sikur janë për arsyet e gabuara, nuk janë për arsyet se dikush duhet futet në televizion. Pra unë absolutisht e kuptoj që me televizionin vjen fama, vjen njerëz që të njohin më shumë në rrugë, vjen ndoshta disa gjëra që bëhen pak më të shkur. Flet shumë seriozisht edhe ndodhin edhe aksidente të tilla.
gocat futen në televizion ndoshta edhe për arsyet e gabuara, jo për atë se çfarë është të vërtetë, domethënë që ti të ndjesh kënaqësi, e qoftë edhe adrenalin, si në rastin tim, për pjesën e lajmit, për pjesën e ekranit, për pjesën e të dhënurit informacion. Kështu që për të kaluar pastaj te ajo që tha aty te leku, ndoshta është një arsye më shumë pse futem, po nuk e di, është diçka që nuk mund të ta them se nuk është se ka qenë ndoshta gjëja më primare e jetës time. Këtë absolutisht. Nuk ka qenë, por ama paraja është e rëndësishme. Patjetër. Për të shndruar në pjatë. Absolutisht që është e rëndësishme. Se është dhe një farë stimuli në fund të fundit, ëh. Ndërkohë ti interviston ose ke të bësh me djem të pasur që janë ato të futbollit, që janë dhe të rinj, janë dhe të bukur, janë dhe të pasur. Si ke marrëdhëniet me ta? Ndodh ndonjëherë që pini ndonjë gotë pas emisionit ose çfarë ndodh me futbollistët? A ka shumë për të folur mes jush dhe tyre? Shiko, mua fatmirësisht më ka rastisur t'i intervistoj disa prej tyre, edhe pse pjesa më e madhe më ka rastisur që t'i intervistoj në largësi, sepse ata kanë patur ndeshje ose kanë patur diçka për të bërë, dhe sigurisht kanë qenë të grumbulluar, kanë qenë në grumbullim, të paktën në lidhje me djemt shqiptar që luajnë atje, sepse sigurisht kanalet përkatëse, për shembull kanalet italiane, Sky Italian do marrin në intervistë futbollistë e tyre, sigurisht, shumë funksionon për çdo shtet. Shqipëria nuk e ka fatin ende që të jetë në Champions League, prandaj ne nuk është se kemi kështu, nuk është se kemi të tilla gjëra. Megjithatë, për disa prej djemt që janë të grumbulluar, që janë shqiptar dhe janë të grumbulluar në skuadra që luajnë momentalisht në Champions, në rast më ka patur fatin t'i intervistoj dhe të flas me to. Nuk është se ka patur ndonjë diçka kështu, se duken njerëzit, domethënë i konceptojnë këto gjërat nga jashtë sikur ç'a bëhet nami i madh, po mendojnë dy njerëz që thjesht flasin. Kanë shumë qejf, më duket mua, njerëzit shpeshherë t'i rrisin, ta bëjnë me të vërtetë që tra edhe ta teprojnë shumë. Por që çdo gjë me sportivitet edhe me buzëqeshje në fund të ditës. Ty si të duken futbollistët? Sepse gjithmonë brenda një profesioni të caktuar ka një të mesme që i lidh të gjithë ata persona që merren me atë punë. Ty si të duken futbollistët? Në kuptimin që për futbollistët për profesionin e futbollistit? Jo, si djem. Djem që merren me futboll, si të duken? Mund t'i marrë seriozisht? A mund t'i marrë seriozisht? Po patjetër që mund t'i marrë seriozisht. Ka nga ata që kanë familje shumë të rregullta, dhe janë tamam djem shumë të mirë, djem që janë me të vërtet shumë të investuar në familjen e tyre, por ka edhe nga ata që sigurisht kanë qejf të bëjnë këtë jetën e çmendur që ke një si thua kapital shumë të madh, dhe moshë të re mund është ta bësh asnjë gjë të keqe në fund të fundit, sepse jeta për të jetuar është në këtë sens. Por që nuk e di, nuk është se ka menduar ndonjëherë këtë që si do ta kem unë të ardhmen nëse do lidhesh ndonjëherë me një futbollist, domethënë janë ca ujëra që po më fut ti për herë të parë, nuk po të fus unë, sepse zakonisht në botë kemi parë shumë që një kesetare njohur, e mirë, e bukur e sportit lidhet zakonisht me një futbollist të famshëm. Nuk është çudi. Është në fakt para disa kohësh ka qenë kështu, sidomos në Itali njëherë ishte modë, domethënë që po, edhe është edhe futbollist ishte ndoshta çifti më ideal, domethënë që shiheshe në çdo televizion të mundshëm, ose të paktën diskutoheshe shumë në këtë jetën publike, në tabloide gjithandej. Mos harrojmë që janë edhe çifte që shesin, sepse ata fitojnë jashtëzakonisht shumë në lidhje me marketingun që bëjnë edhe me anë të fushatave publicitare që bëjnë, sepse nuk është aq e thjeshtë. Ne pam raste tash të Gabriel Garkos edhe të plot aktorëve të tjerë që janë shitur si sex symbol ndër vite, një shok kanë patur të gjithë mamat shqiptare kur u zbulua se cili ishte seksualiteti i vërtet i Gabriel Garkos, por që
Gjithsesi, këto janë gjëra reale. Domethënë, të shesësh ndoshta edhe marrëdhënien tënde më të shtrenjtë, marrëdhënien personale që ti ke, ta shesësh për marketing. Janë gjëra që as nuk po i zbulojmë neve, as nuk do kemi në gjë se çfarë shtojnë, sepse xha janë ujëra të kaluara nga dikush. Gjithsesi, unë kam ndetur shumë private në këtë pjesën e marrëdhënies personale. Më duket diçka që njerëzit duhet ta shijojnë për veten e tyre. Shumë private, shumë e rezervuar, asnjëherë nuk jep medias shkas. Do përpiqem 2 minuta ta rregulloj, ju lutem mos u mërzisni pak sepse u lodha duke e mbajtur në dorë. Opa. Gjej diçka ku ta vendosësh? Mendoj që tani jemi okay, uroj që të mos kemi më probleme, se e pash që ta bane time. Dëgjoj dhe një zhurmë edhe domethënë na bezdis pak sa ndjekësit, ndërkohë që shumë prej tyre janë turq. Çfarë po ndodh? Pse ka kaq shumë turq? Hello to all my Turkish friends. Unë kam qenë t'ju përshëndes shumë me të vërtetën, sepse kjo erdhi pak si bum, erdhi me 2 valë, disa faqe shumë të mëdhaja futbollit turke, ma kanë shpërndar fotot nga emisioni, fotot e Championsit, edhe po faqe kështu, domethënë që ishin me millions, kishin miliona fansa, më shumë like, morën fotot e mia në atë faqe, sesa në këto faqe, sepse ishin disa, sesa në postin origjinal që kisha postuar unë. Kështu që ja u diva atyre për faleminderit. Po ndoshta edhe nga mbi emri Murati mund të kenë bërë një farë lidhje për këtë arsye. Po. Edhe bëjnë shumë pyetje, po i bëjnë turqisht fatkeqësisht edhe unë. I kuptoj, mas unë nuk di turqisht, më vjen shumë keq. Dikush thotë a mund të martohesh me mua, vetëm fjalën martesë kishte shkruar anglisht. Kërkesa nuk e di se është shumë e habitshme, domethënë të gjithë njerëzit kur duan të më komplimentojnë ose kur duan të bëjnë diçka e kanë këtë kështu që do të martohesh me mua, të lutem do bëhesh nuk se ime, kam kështu big wife energy, domethënë të gjithë duan që të martohen me mua. Po gjithsesi e falenderoj shumë, të lutem do të ndërpres vetëm pak, i falenderoj shumë të gjithë atyre se pavarësisht se neve e themi me shaka, e thon këtë gjë sepse në diskutime të ndryshme që bëj nëpër ku ta diun evente ose vende të tjera që mund të rastis të jem me vajza showbizi, nuk janë këto kërkesat e zakonshme që bëhen, kështu që i faleminderoj të gjithë atyre që duan të martohen me mua. Pikërisht dhe më pëlqeu shumë kjo ndërhyrje që bëre, ose ky argumentim se si argumentove kaq bukur, sepse që të kërkojnë të martohen me ty është një gjë e rrallë. Mund të thonë që mund të jesh me mua, mund të pim diçka, po ata unë mendoj që e kanë seriozisht, Eva. A thua, po nuk më njohin fare. Nuk më njohin fare. Të siguroj, po ti mund të ndodhte që të martohesh me një person të tillë që të shkruan diku, a mund të martohesh me mua dhe ai ishte një super yll. Shiko, kjo pjesa njerë e super yllit, super kështu nuk e di pse për mua nuk është se ka ndonjë rëndësi të madhe për të thënë të vërtetën. Dhe e di që ndoshta është shumë klishe për të thënë, por që me të vërtetë që nuk është se e ka ndonjë rëndësi. Mjafton që personi mua të më bëjë të ndihem mirë, kjo është absolutisht primarja. Vazhdojnë këto kërkesat për martesë. Se e hedh në një syrin këtu poshtë dhe prandaj. Por që që do të thotë që ti nuk e sheh pamjen fare tek, mos më thuaj që nuk e sheh fare. Po nuk mund të them që nuk e shoh fare, po nuk është ajo ndoshta gjëja më interesante ose diçka që mua mund të më bëj për vete. Për shembull, nëse do të më tërheqësh vëmendjen mua, për shembull, gjëja e parë është do të të shoh gustot që ke për libra, për filma, për çfarë sugjerimesh ke, çfarë playliste ke, o zot, mund të mësosh jashtëzakonisht shumë për një person duke i dëgjuar playlistën muzikore, se çfarë muzika ai dëgjon. Kështu që nuk e di, domethënë këto do ishin gjëra shumë të rëndësishme për mua. Absolutisht ka raste edhe çifte që nuk kanë asnjë lloj gjëje të përbashkët dhe prapë vazhdojnë një lidhje shumë të mirë për shkak të dashurisë së tyre, por që e kuptoj. Nuk është se do isha shumë për rreth kësaj. Janë raste shumë specifike, shumë veçanta.
Unë sa herë të dëgjoj dhe të shoh në ekran them nga ç'familje mund të vi Eva. Sepse duket që kultura të unë e di që babin e ke mjek apo jo? Po, babi im është mjek, është kirurg i barkut, se gjithmonë kur ju them kirurg, mendojnë për kirurg plastik, edhe unë kush e di se çfarë operacionesh do ketë bërë kjo, por jo, është kirurg i barkut, i abdomeve, ndërsa mami është inxhiniere. Kështu që Ku ti ngjan më shumë? më shumë i ngjaj babit, edhe kur kam qenë më e vogël, të gjithë më thonin Beni vogël, Arben babi. Të gjithë thonin Beni vogël, po mendoj që me kalimin e viteve kam filluar të ngjaj më shumë mamit, më shumë tek pjesa e hijes, tek pjesa e sjelljes, kështu. Po si pamje, do të thënë si pamje ngjan Babit, te babit, te shtëpia të ka përkëdhelur shumë babi, do të thënë ta ka vënë në dukje bukurinë ose bukurin njerë, jo. Bukurin jo. Shiko, është shumë për të qeshur dhe ndonjëherë bëhet si humor në familjen tonë, sa që kam nxehur, sa këtu që është shumë bab. Ndonjëherë bëhet si humor në familjen tonë, i them që si s'm keni thënë njerë kur kam qenë e vogël, se i shoh fotot për shembull, nuk është se kam qenë fëmijë keq, fëmijë i këndshëm. Edhe si s'm keni thënë njerë për shembull që është e bukur ose si princesh ose në një gjë kështu. Po e çuditshme se si në familjen time gjithmonë janë vënë re, domethënë talente të tjera, për shembull nuk e thënë sa bukur këndon ose sa bukur reciton. Kjo pjesa e recitimit për shembull ishte non stop, ndoshta prandaj edhe unë e kam patur një besim shumë të madh tek pjesa e prezantimit, sepse le të themi unë nuk e mbaj mend ndonjëherë veten time pa prezantuar ose recituar, le të themi në një formë pak më naive. Kështu që gjithmonë jam vendosur në pa talente të tjera ose gjëra të tjera dhe kjo pjesa bukur nuk është se më ka thënë. Unë për shembull në veten time e kam ndier shumë e madhe në moshë këtë pjesën që ose që kam edhe e bukur në këtë sens. Domethënë në kësaj periudhës së adoleshencës. Po kjo ndodh tek prindërit që janë intelektual, nuk duan të evidentojnë atë pjesë, për të mos lënë që të mbetesh sipërfaqësore, që të jesh një person i thellë në jetë dhe ja kanë dalë me ty, apo jo? Besoj se po dhe jam, domethënë më pëlqejnë shumë gjëra që ata më kanë mësuar, kanë përdorur gjatë prindërimit të tyre si tek unë, si tek motra edhe tek vllai. Mendoj që do përpiqem edhe unë ti fotokopjoj tek fëmijët e mi, tek fëmijët. Ne që jemi tek fëmijët, se s'dua të rikthehem prapë te kjo pjesë. Sa fëmijë dëshiron të kesh edhe pëlqen më shumë djemtë e vegjël apo vajzat e vogla? Po edhe pastaj do rritën ato po në fillim. Nuk është se ka lidhje, me thënë të vërtetën domethënë për mua më vjen shumë keq, po kjo vetëm lëviz edhe nuk më vjen shumë keq. Ka turbulenca. Gjyshja ime ka lindur 3 fëmijë dhe formula ka qenë 2 vajza 1 djalë. Gjithashtu edhe mami im me po të njëjtën formulë, 2 vajza 1 djalë. Kështu që edhe unë do doja po 3 fëmijë me po të njëjtën formulë, nëse jam aq me fat në jetë që ta replikoj deri në brezin e tretë këtë formulë. Kjo do më pëlqente jashtëzakonisht shumë, sepse motra ka shumë nevojë për një motër, po edhe një vlla duhet, se vllai çuna në fund është bukur. Duhet. Ndërkohë talentin tënd të recitimit në fëmijëri, në adoleshencë, nuk është se e ke lënë të i kot, sepse domethënë mund të themi që një nga profesionet e tua është aktrimi, apo jo? Aktrimi, dashuria ime. Mund të quhet profesion apo mund të quhet hobi? Si mund ta quajmë? Po, edhe profesion, edhe hobi, sepse unë, si thua, përpiqem që ta praktikoj çdo herë që kam projekte, çdo herë që mund të marr pjesë, qoftë edhe në casting të ndryshme si për filma edhe për TV show. Domethënë përpiqem që ta ndjek, edhe pse nuk mund të them që është Shqipëria vendi më i përshtatshëm për ta ndjekur këtë si pasion, sepse nuk është se kemi ndonjë produksion të jashtëzakonshëm që ti nëse nuk e kap një rol, nuk ka problem sepse do ta përshfaqësh veten tënde dhe talentin
talentin tënd diku tjetër. Këtu ke një mundësi. E kape, se kape. Hajde mirupafshim. Zakonisht problemet më të mëdha, të paktën në lidhje me aktrimin, nëse shumicat e castingve janë casting të mbyllur. Pra, lajmërohen ndoshta vetëm 10 veta ose ka raste që nuk lajmërohet fare, është përzgjedhur dhe ka momente që për shembull një regjisor mund ta ketë menduar, e ka shkruar për shembull atë person, nëse regjisori është edhe skenarist, e ka shkruar si thua atë personazh duke menduar për një stereotip të caktuar, për një vajzë një aktor të caktuar. Po, dhe ka marrë manierizma, mënyrën e të folurit, mënyrën e të shprehurit të atij personazhi, që nuk është se ka edhe këtu diçka jashtëzakonisht shumë të keqe. Megjithatë, pra thash, për shkak se jemi vend i vogël, prodhime shumë pak, edhe nuk është se të jepet mundësia që të shkëlqesh jashtëzakonisht shumë, por jam me kënaqur, nuk mund të them që s'jam me kënaqur. Po, ke luajtur në një film historik, në një serial historik, që është bërë nga digital, më sa më mend? Oh, po thua për Skënderbeun. Okay. Po, Skënderbeu ka qenë një serial shumë i bukur. Në fakt, sa kisha mbyllur xhirimet e një filmi tjetër atëherë, një film me metrazh të gjatë, edhe më njëherë sa është mbyllur madje një javë më duket më kapi edhe kështu nga një set në setin tjetër. Ai ka qenë një projekt vërtet shumë i bukur, shumë i mirë, kam qenë me aktorë shumë të talentuar, të gjithë shumë të mirë si në komedi edhe në dramë, pavarësisht se seriali ishte komik. Jam kënaqur shumë, po mendova se mos e kishe për projektin e fundit që kam bërë, Njeriu me këmishë. Edhe sepse edhe ai është gjithashtu. Edhe për atë dua të flasim. Cili ishte roli yt? Si u ndjeve? Ku e gjen veten më shumë në kinema? E gjen tek rolet historike, apo tek rolet e moderne, apo tek rolet e çuditshëm, nuk e di, pak jashtë karakterit tënd? Më fol pak për këtë pjesë, si ndihesh ti në lëkurën e një personazhi të caktuar? Për mua nuk e di nëse duhet të ankohem, sigurisht nuk ankohem, jam shumë e lumtur me çdo produksion që kam bërë deri tash, jam me të vërtetë jashtëzakonisht shumë e kënaqur, por do të kisha dëshirë të bëja ndonjë shmenduri, ndonjë transformim kështu të jashtëzakonshëm që të dilja me të vërtetë jashtë natyrës time. Do më pëlqente kjo gjë dhe edhe po e kërkoj si gjë. Gjithashtu do më pëlqente dhe të kisha shumë dëshirë të punoja me një regjisore femër. E di që ndoshta në Shqipëri janë shumë pak, po është tek ato gjërat shumë që i ke në sirtare dhe Po pse regjisore femër? Për asnjë arsye të caktuar, po thjesht mendoj kam le të themi disa ide që më kanë shtyr, kanë disa modele të mira, për shembull Gal Gadot dhe Patty Jenkins, që janë një dyshe kështu shumë e pandar, edhe nuk e di pse do kisha dëshirë, është ndoshta një gjë e paprovuar më parë, një rrugë e pashkelur nga unë më parë, edhe tani më ka ngelur domethënë kështu si gjë në mendje. Absolutisht jam jashtëzakonisht shumë e kënaqur dhe kam punuar me njerëz shumë profesionistë, domethënë i vlerësoj maksimalisht, por meqense është kështu më tepër tek ajo gjëja që nuk e ke bërë ndonjëherë, aty të rri më tepër mendja. Kështu. Sa për filmin, sa për rolin, unë kam pasur rolin e tonistit, mjeshtrit zëri, e themi neve më tepër këtu në Shqipëri, bëhet fjalë për një grup televizioni që nisen nga Kosova drejt Shqipërisë, që të marrin sa më shumë informacion në lidhje me mitet dhe legjendat, dhe rrugës hasen me një legjend për një personazh historik që ka jetuar me të vërtet, i cili quhet Muharrem Baraktari. Dhe pak të habitur sepse është një person që është i fshirë praktikisht nga librat e historisë për shkak të punës së tij të madhe pro atletare që ka bërë. Ai sigurisht nga komunistat, thjesht është fshirë nga librat e historisë. Ky grupi i xhirimeve përpiqet të kërkojë sa më shumë edhe haset me situata të ndryshme, të pakëndshme, që gjëra që ndodhin edhe sot e kësaj dite, ka probleme që sërish lidhen me personazhin në fjalë. Nuk po zbuloj më shumë, se më duket sikur edhe kaq edhe boll fola, por që kur do shfaqet në kinema ky film? O zoti ma. Okej, nuk e nëse
E kam prenotuar 2 herë kineman për këtë, për ta bërë premier, një premier shumë të madhe dhe ka qenë pak projekti pa fat sepse një herë ishte rasti i tërmetit që sigurisht vazhdoi për javë të tëra edhe dhimbja ishte shumë e madhe gjithçka se çfarë ndodhi dhe në momentin që e kam prenotuar për herë të dytë kineman ka qenë rasti i pandemisë. Kështu që jo, duhet ta bëj dikush tjetër, duhet absolutisht ta bëj dikush tjetër, e kemi bërë edhe si humor me stafin e xhirimeve, me regjisorin Luan Kureziu, sepse kam thënë që ose do ta bëj herën e tretë që do ta bëj bam, do të jetë fati i grumbulluar i të gjitha herëve së bashku ose nuk e di domethënë. Me që fole për një rol që ty do të nxirrte komplet krejtësisht nga karakteri yt. Si mund të ishte ai? E ke menduar ndonjëherë një rol që mund të bënte buj, që ndoshta do eklipsonte edhe karrierën tënde si moderatore e emisioneve sportive? Do kisha patur dëshirë, do kisha ndonjë rol që të ishte në një film dramatik, nuk e di pse e shoh shumë veten tek drama, për të thënë vërtetën. Njerëzit thonë që je okay edhe në komedi, je shumë njeri solar edhe të bën për qeshur e kështu, po unë veten time e ndjej më mirë tek pjesa e dramës. Ndonjë vajzë ndonjë vajzë të re që ka qoftë probleme të shëndetit mendor, qoftë probleme me anoreksin, me peshën, kjo ishte diçka ndoshta ndonjë rol që mua do më pëlqente jashtëzakonisht shumë edhe me zor do e prisja një sfidë të tillë vërtet të madhe, sepse kjo është sfidë, qoftë është edhe sfidë psikologjike, por edhe fizike gjithashtu. Kështu që do ta prisja me shumë qejf një rol të tillë. Po, nga intervistat që unë kam bërë ose dhe që kam lexuar nga aktorë të famshëm të Hollywoodit në lidhje me këtë role, ato thonë që këto role u lën shumë gjurmë dhe i transformojnë edhe për sa i përket jetës së tyre. Domethënë, në një farë mënyrë mbeten të traumatizuar. Ti nuk ke frikë nga një gjë e tillë? Është padyshim, sepse ti që të arrish ta prodhosh 100% një personazh, absolutisht që duhet futesh në pet, duhet të jetosh në të njëjtën formë se si jeton për shembull një person që përpiqet që të bie nga pesha, qoftë nëse ka probleme me anoreksi, me bulimin, qoftë edhe një person me probleme të shëndetit mendor, absolutisht duhet bësh shumë kërkime dhe është ajo frika sigurisht, por që mua do më pëlqente ta kisha një sfidë të tillë. Shoh që kemi edhe njerëz nga Champions, që do thonë që flisni edhe për emisionin, mos flisni vetëm për filma. Sa mund të themi për emisionin? Ti e ke shprehur ndonjëherë fanse e kujt futbollisti je dhe e cili skuadre je? Po, i ndryshoj unë, domethënë tani që ishe më fund për Bayern, meqense ishin kampion të Championsit, kisha më tepër Lewandowskin. Edhe më tepër Gnabrin e kisha kështu një farë për zemër, pavarësisht se tani nuk do jetë ndeshja e radhës sepse doli i konfirmuar me Covid. Domethënë nuk është se kam një që them pas këtij le kokën, por që më pëlqen. Padyshim legjendat, Messi është absolutisht numër 1, Ronaldo. Janë dy shkolla të ndryshme. Mes të dyve, meqense janë gjithmonë dy rivalët. O zot, kjo është domethënë debati i 10 vjeçarit, debati i dekadës Messi apo Ronaldo, padyshim kjo është. Por nuk e di, tani unë logjikisht do të doja të zgjidhja Ronaldo, sepse nëse do zgjedhjem midis një talenti të dhuruar nga Zoti dhe shumë pune, por do doja që të zgjidhja punën sepse kam qejf të shpresoj që me shumë punë mund t'ja arrish, nuk është vetëm ta dha apo s'ta dha Zoti një dhunti të jashtëzakonshme, pasi ne të gjithë kemi dhurata nga Zoti, po dikush ka fatin t'i zbuloj në jetë dhe dikush nuk e ka fatin ti zbuloj asnjëherë. Mbetet si ato gur të çmuar aty brenda në minjer që nëse nuk i merr dikush që ti përpunoj edhe ti bëj unaza apo varse diamanti nuk bien kurrë në sy, do mbeten gjithmonë aty të fshehur brenda në tokë. Por që
Do kisha qef që të zgjidhja Ronaldon për shkak të kësaj gjëje, për shkak të shkollës së mendimit, le të themi të futbollit që ai përfaqëson, pra të punës, jo vetëm të talentit. Pavarësisht edhe Messi ka ekstrem shumë punës, e po themi kështu sigur ai pa direkt, po mendoj që futbollin më spektakolar e ka lënë Messi. Dhe në fakt të dy janë, nuk e di, janë dhe karaktere, duken dhe karaktere shumë të ndryshëm. Po me Lori Ktanën, si ke punët, me që se jeni në të njëjta atyra të mendimeve dhe të preferencave, apo... Patjetër që po, Lorikun e kemi mik të emisionit dhe jo vetëm të çefikës, e kemi mik të Tringut në përgjithësi, por që padyshim që po, neve jemi shumë ligje dhe shkëmbejmë shpesh ide me mendim, jo vetëm me të, po me të gjithë grupin e analistave që janë atje. Unë për të vërtetën ndihem shumë e fat, se mendoj domethënë që njerëzit më të mirë le të themi në Shqipëri që dinë të flasin shumë mirë për futbollin, aq më tepër për futbollin evropian, i kam në studio, edhe për këtë ndihem domethënë jashtëzakonisht shumë e privilegjuar. Nuk të them njërin që them që hajde të gjithë janë absolutisht shumë të mirë, shumë të përgatitur, edhe ndihem shumë e fat që jam pjesë e atij paneli, sepse janë analistë me të vërtet shumë të mirë. Ndërkohë ju moderatorët e sportit mund të themi që jeni më në trend për momentin. Keni vite. Si është marrëdhënia? Po, patjetër, po se keni, si të thuash, keni hyrë keni për çfarë tifozëri mashkullore. Si është jeta juaj? Për shembull, ka ndodhur ndonjëherë që të kesh qenë në stadium dhe si reagojnë tifozët kur u kalon diku ngjitur aty? Ka njerëz që vinë të kërkojnë një foto dhe mua më duket domethënë gjë shumë normale. Unë nuk e di pse domethënë kam një marrëdhënie edhe me njerëzit që nuk e njoh në përgjithësi, me njerëzit edhe kur për shembull kur më flasin në rrjetet sociale, domethënë ka raste që ku ta di unë mund të më ketë bërë një sugjerim shumë të mirë për shembull për një diçka, për një film ose për një serial, edhe flas për shembull me atë komentuesin, a thua se ti se kam një 100 vjet që e njoh, kur në fakt nuk e njoh fare, thjesht bisedë në Instagram. Domethënë jam shumë e lirshme, nuk jam shumë tip me komplekse që unë jam VIP dhe duhet më trajtosh si me gjak blu, domethënë nuk jam fare kështu. Kam shumë inat, për shembull, kur njerëzit me figurat publike kanë gjëra të tilla, për shembull, i shohin, i fiksojnë kështu edhe prap nuk i flasin. Jo, ke qef, hajde më flit, më përshëndet, e kupton, më mirë më përshëndet se sa tresh i fiksuar, domethënë kështu, nuk më pëlqen kjo gjëja. Kështu që gjithmonë sa herë që kam shkuar qoftë nëpër stadiume në mjedise publike, të paktën që merren me sport, që stadiumi le të themi është ndoshta si gjëja më e madhe, jam prit me shumë le të themi sportivitet, me të vërtet me sportivitet, sepse njerëzit përshëndesin, thonë një batutë të këndshme. Po nga që unë kupton jam tip i thjeshtë, edhe nuk është se kam kështu nuk e ta krijoj atë distancën, po. Gjithmonë flasin mirë, domethënë. Janë komente të mira, komente shumë dashamirëse. Eva, po jetën e merr me sportivitet apo e merr shumë seriozisht? Si je ti në jetën tënde? Unë kam qenë një njerëz që i merrja gjërat shumë seriozisht, ndoshta edhe më shumë seriozisht se ç'duhet, them ndonjëherë. Absolutisht që jeta duhet marrë seriozisht, aq më tepër unë mendoj, domethënë veten tek ato njerëz që më duket sikur që bebe kanë qenë të rritur, domethënë janë disa njerëz që lindin të rritur, edhe nuk e di pse edhe veten time e fus pak tek ato njerëz. Aty hyr më duket, edhe unë. Edhe ti, okay, pas ke shoqë, high five kështu nga larg. Por që e shoh domethënë kështu, po në fillim kur u futa në Champions, për shkakun që ja është nga ato gjëra që me të vërtet për të mbajtur mend, pak a shumë e përgatita veten që unë nuk kisha marrë më përpara me sport, me futboll. Kisha patur emisione më përpara, emisione që më pëlqenin, domethënë e kisha le të themi atë fanbase-in tim, edhe më e vogël, se sigurisht isha më e re. Unë kur nisa Champions nga përshtypjen 22, mos them 21 fare isha. Kështu që sepse po bëj kohë. Duhet të themi që je vetëm 25 vjeç. Po. Kështu që ke filluar që 15 vjeç që hysh në botën e
Shiko, mua njerëzit më vinë shumë më të madhe se sa që jam në të vërtet, nga që edhe për këtë pjesën që kam filluar shumë e vogël, po edhe nga që kupton gjithmonë kam përpjekur të mbaj këtë që të gotë vajzës serioze, vajzës që flet me jo për t'i dhënë rëndësi vetes, as pak për t'i dhënë rëndësi vetes, se shumica ato njerëz, më bosa i pëlqej ka vetja kësaj, po që jo për t'i dhënë rëndësi vetes, po nuk e di pse jam mësuar me ato dhe prandaj ndoshta gjithmonë më thonin për më të madhe se ç'isha në moshë. Por kam përfituar nga kjo gjë, nuk mund ta them që nuk kam përfituar, sepse gjithmonë kam patur programe të një kalibri më të lartë, le të themi, nëse unë shkoja, për shembull kur kam nisur në fillim kam bërë casting për emision muzikor, thanë jo, kjo do jesh pjesë e grupit ton, po do i ketë një emision tjetër që ishte më i rëndësishëm, emision investigativ që kishte të bënte me tema më të rëndësishme më për të rritur. Kështu që nuk mund të them që nuk e kam parë hajrin, edhe në gjuhë më popullore. Po si, është e vështirë të punosh në televizion se shumë komente bëhen nga jashtë. Aty, do të thënë, bëhen komente se kur aty janë disa ujqër që ulshohen vajzave të bukura, edhe kushti ti shfaros më parë në kuptimin figurativ. Është çështje këndvështrimesh, po edhe çështje e mjedisesh puna. Domethënë nuk mund të flasësh, nuk mund të kesh një, si thua, një formulë që kështu ndodh në televizion dhe kështu ndodh në të gjitha televizionet e mundshme. Ne jemi të ndryshëm, individ me individ jemi të ndryshëm, po qoftë edhe dy motra që në fundit i lindë njëjta nënë edhe kanë të njëjtin edukim familjar, prap janë të ndryshme me njëra tjetrën. Kështu që nuk mund të them të njëjtën gjë, që e njëjta gjë ndodh gjithandej. Ka raste të ndryshme, ka mjedise le të themi të këqija që nuk janë aq të mira dhe por që gjithsesi njeriu e zgjidh vet, njeri me zor s'kap sot se jemi në 2020-ën, kanë kaluar ato kohë. Më pëlqeu këtu. Tu tregove që i ke kaluar të 25-at. Po, me mendje ta garantoj, me mendje absolutisht po, absolutisht, me moshë jemi aty fiks. Eva, je shumë e mirë vërtet, dua të bëj një pyetje në lidhje me studimet e tua. Ke studiuar drejtësi dhe specifikisht kriminalistik apo drejtësi penale? Unë kam bërë master shkencor penal, do me thënë përpos 3 vjeçarit, bachelorit në shtet, bëra edhe master shkencor penal. Po, çfarë është ky drejtim? Do hysh në një atë profesion? Se më intrigon, më kujton këto filmat hollywoodian që një vajzë, do të thënë që është pjesë e drejtësisë, po ndërkohë shumë e bukur dhe aty vetëm kur shikon atë film, do të thonë vetëm që ajo do zgjidh diçka nuk të shkon mendja, do të thonë fiksohesh vetëm me pamjen e saj. Nuk di të them, për mua kjo ishte një zgjedhje që u bën në një moshë shumë të re, absolutisht neve kur vendosim për pjesën e shkollës, jemi vetëm 18 vjeç mbasi mbarojmë gjimnazin, edhe jemi në një moshë shumë të re dhe goxha të brishtë, për shembull do doja ta kisha marrë një vit pushim për të vërtetën, por nuk mund të them që jam penduar nga zgjedhja që kam bërë. Unë zgjodha një diçka që edhe më pëlqente. Domethënë e kisha dëshirën për atë fushë. Nuk mund të them që do kisha zgjedh shkollën shtetërore. Absolutisht, nëse do kisha ndryshuar diçka, nëse do isha kthyer një herë mbrapsh, këtë do kisha bërë tek vetja ime, sepse absolutisht është që kjo ideja që shteti është absolutisht më mirë edhe kanë të drejtë, nuk është se s'kan të drejtë, por gjithashtu futesh edhe në disa andralla të tjera që ty për shembull të duhet të jesh shumë i fortë që ti të fokusohesh vetëm tek pjesa e studimit. Edhe kjo pjesa për shembull e notave pastaj mua më të çmendte fare. Unë isha mësuar vetëm me të gjitha 10-ta në gjimnaz, domethënë ku isha mësuar me po hajde, domethënë sa padrejtësi kështu, ndoshta pa lidhje që gjëra që edhe mund t'i kam harruar, gjithë i kanë harruar se gjithë e kemi nga një moment kështu të keq. Nga notave është që nuk do i tregosh askund dhe nuk do t'i shoh askush. Është puna vetëm është puna për shumë personale, dhe ndoshta tek unë ishte më tepër edhe punë egoje. Unë kur doja të nisja në televizion në fillim, e kisha me shumë pasion, me shumë dëshirë, po prindrit e mi kanë qenë shumë kundra. Edhe kam qenë në vit të parë ose në vit të dytë, edhe kam bërë një kontratë me prindrit e mi, kontratë reale, kemi sot e mbajmë
e mbajmë të shtëpia, e mbajmë të biblioteka, edhe e kemi thënë që domethënë ti do merresh me pjesën çfarë të duash me hobin tënd, sepse ashtu konsideroj atë faktën për mua si një hobi, edhe por duhet të jesh absolutisht me të gjitha dieta. Duhet të mbarosh gjimnazin absolutisht me të gjitha dieta, edhe domethënë nga ajo sfidë shumë e madhe, domethënë që unë kisha të nuk e di domethënë, vetëm këtë do kisha bërë ndryshe. Megjithatë, nuk është se jam penduar, absolutisht. Është një diplomë shumë e mirë, shumë e fortë, shumë bashkëmoshtatar të mi, që njerëz me të cilën kam përfunduar, absolutisht që po e vë në punë direkte dhe po e shfrytëzoj. Kështu që ajo është disi më duket mua, si e konceptoj që të mos zgjate më se e shoh që të lodha. Do më të turqit e ca një. Jo, absolutisht. Vazhdo turqit ose po. Është gjithmonë aty si një rrjet e sigurt për të më pritur për çfarë do lloj gjëje që të ndodh me jetën time. Kjo është ajo çfarë më them gjithmonë. Eva, po ka gjasa që ti se ka turq sa të duan edhe mund të bëjnë një ofertë për në televizionet turke. E kam momente shumë të keq. Kam momente shumë të keq, sepse në përgjithësi, domethënë po bëhen produksione, po bëhen shumë të shkurtuara, e kupton? Edhe kisha disa bisedime, nuk është se si isha në bisedime, sepse u bë shumë buje madhe, imagjino, domethënë ja te profili i revistës Story ka shumë turq duke shkruar, imagjino. Por që thjesht ishte momenti i keq, nuk është se ishte momenti më i mirë i mundshëm. Ndoshta pak më vonë i kam bërë disa lidhje të mira, kështu me produksione të ndryshme, që pse jo, mund të mendohet diçka që si thua edhe atyre t'ju interesoj absolutisht edhe mua të më. Do mësosh turqisht që të shkosh atje. Do jesh si Nik Xhelilaj. Po, Niku e ka patur atë pat shqyr, po e ka patur edhe turqishtën e çik më të mësuar, unë treshi ta hajt ta filloj nga zero. Ka qenë se Niku ka qenë me studime, në shkollë policie, po. Edhe këtë e ka patur pak më të lehtë, domethënë këtë pjesën e gjuhës, po unë nëse shkoj duhet ja filloj nga zero. Tash dreshi sa doli në gjë nga Italia. Po nga Italia me që ra fjala. Të tërheq më shumë pa diskutim. Po ndoshta për shkak vetëm të mësimit të gjuhës, vetëm të njohurisë të gjuhës, sepse unë besoj 95-a jam brezi i fundit që ne jemi rritur me televizionin italian dhe që e duam akoma shumë. Për shembull, nëse flas me motrën ose me vllajin tim, nuk ju jep asgjë, domethënë s'kan asnjë lloj feeling, asnjë lloj ndjesie fare. Pastaj anglishtja është e përbotshme, domethënë është ajo gjuhë që të hap të gjitha dyert. Nëse dua t'ju jap një këshill gjithëve që po na ndjekni, mësoni sa më shumë gjuhë, është ajo absolutisht gjëja që të hap dritaret, një gjuhë edhe instrument, mësojeni patjetër. Edhe instrumenti është shumë i rëndësishëm, jo jashtëzakonisht i rëndësishëm, duke parë se sa si thua komerciale dhe shumë e shpejt po bëhet bota sot, instrumenti do që të kesh kështu, një diçka të vogël për qef gjithmonë të dallon, le të themi nga turp. Eva, te Sulejmani Madhërishën, cilën rol do e luaj me qef? Me qef. Po tani aty ka plot goca të bukura të haremet, një nga ato role. Nuk mund të them që e kam ndjekur shumë, me të vërtetën. Më vjen shumë keq që unë nuk është se jam shumë, më thënë, Sulejmanin e kam lexuar, më falni shumë gjithë për po na ndjekë, po e kam lexuar vetëm pak kur ja lexosha gjyshes time kur ishte gjallë Rahmet Past. Edhe vetëm atëherë dija që e ndiqja, sepse sigurisht doja që t'i bëja qefin, edhe sikur kishte një kohë që e kalonim të dyja së bashku, edhe më tepër domethënë kam ndjesi të tillë. Po nuk është se e ka parë, tani aty një rol është si më kryesori, roli i Rremet, tash mos ta bëj ato. Nuk do pranoj ato rolet e tjera, në luftë për. Po as nuk po më kujtohen tash, me thënë të vërtetën. Më shumë luftonin ato për Sulejmanin, ja vlen të luftosh për një burr kaq shumë, si mendon ti? Ta bëjmë një pyetje kështu të trautë fare. Se dëgjoj kështu shumë që ja vlen të luftosh vetëm për veten tënde, për asnjë person tjetër, se
ja vlen në momente të ndryshme të ftosh edhe për familjarët e tu, ja vlen absolutisht të ndihmosh edhe të tjerët edhe të mos presësh asgjë në shkëmbim, absolutisht. Njeriu bën shumë gjëra për altruizëm, bën shumë gjëra për të ndihmuar të tjerët. Po personi më i rëndësishëm që duhet ndihmuar është vetja jote në fund të ditës. Nuk mendoj që ja vlen të ftosh kaq shumë sa që luftonin ato dhe të gjithë peripecirat të haremit që ndodhin aty, përmeqense po i referohemi filmit. Te bonin edhe kështu helmime, prapa skena, gjëra, po mendoj mendoj që ishte kohë tjetër. Mendoj vetëm kaq. Domethënë pushteti ishte shumë i centralizuar në duart e një personi të vetëm. Domethënë ai ishte praktikisht i dërguar i Perëndis, personi më i rëndësishëm në një sipërfaqe jashtëzakonisht shumë të madhe toke, kështu që padyshim që lufta do ishte aq e ashpër, ëh. Kështu që s'diskutohet që do kishte nga këto. Të ka ndodhur të përndjek ndonjëherë ndonjë djalë i fiksuar pas teje dhe me mësimet që ke marrë në shkollën, në degën e kriminalistikës, sa mund ta dallosh një person të rrezikshëm nga një person as pak të rrezikshëm që të ndjek? Unë jam shumë person vigjilent. Do me thënë, arrit i dalloj disa gjërat, po e di se është puna, nuk është se kam patur shumë raste të tilla të them se unë nuk është se jap shumë shkas. Do me thënë, kur e shoh që situata po shkon në një farë drejtimi, më mirë them të lëm tjetrin në punën e vet, në rrugën e vet. Do me thënë, nuk jam nga këto njerëz që pëlqen të mbaj njerëzit varur, e kupton, të afruar. Nuk i kam fare që këto. Thjesht e pres direkte, kjo është ideja. Edhe mendoj që është një gjë e mirë për t'u thënë se ndoshta nga kjo gjë lindin pjesa më e madhe e problemeve, mendoj jo. Nuk mendoj se lindin nga diçka tjetër. Se sa do të fiksuar që të jetë një person të adhuroj nga larg e kështu, nëse ti nuk i jep një farë shkase në një moment të caktuar, nuk mendoj që shkon deri në atë pikë të përndjeki edhe të ketë realisht kontakte, domethënë të drejtë për drejta me ty. Se mendoj fare këtë. Beson të dashuria dhe kur e sheh veten të martuar? Dhe kjo është pyetja e fundit se edhe mund na e mbyll Instagrami, nga që ka kaluar. Po, gati një. Se unë bësha këto live quizet gjatë karantinës edhe futesha live në fansat. Edhe për tënë kur e hapa në fillim shumica për tyre tanë, ua që ka kthyer Eva me live quiz, ua që ka ndodhur. Veten të martuar, kur më vonë, jo tani. Shiko, e di si është puna, jo se për ta ndjekur një rregull, se rregulla nuk ka për asgjë dhe jeta duhet marrë ashtu si të vi me të mirat edhe me të këqijat e veta. Njeriu duhet të tregohet i fortë si me gjërat e mira, kur i vijnë, absolutisht jetë mirënjohës, po si edhe me gjërat e këqija. Por kur më vonë, tashi nuk është se e mendoj që ka një kohë të caktuar për çdo gjë, pa dashur të bëj plane, ka një kohë të caktuar për çdo gjë. Do vi momenti që do martohem, do vi momenti që do bëj të fëmijë, domethënë nuk është se e kam ndonjë kështu, kur të vi kjo moment, do ndodhi kjo gjë. Duket sikur është kthyer komplet trendi, më përpara njerëzit e zakonshëm lindin fëmijë, ndërsa tani njerëzit e famshëm bëjnë fëmijë njerë, pastaj martohen. Po pra, nuk e di pse po ndodh kjo, ose po dashurohen shumë, ose shikoj njëri tjetrin edhe nuk e di. Ndoshta edhe puna e martesës është trend, ndoshta edhe puna e fëmijëve është trend, nuk është një farë trendi, shiko, nuk i bëj shumë lidhjet me personat e famshëm. Në Shqipëri jo se bëhet më shumë vetëm për famë edhe për snobizëm, po ndoshta njerëzit jashtë beson që fitojnë realisht jashtëzakonisht shumë, qoftë edhe për një intervistë të thjeshtë, qoftë edhe për kopertinë, për fotot e bebit, qoftë në çift, domethënë fitojnë shumë amaramëndse dhe aty e kuptoj. Kurse këtu bëhet thjesht për famë, po s'tem për borse. Hajde, nuk jemi në televizion, nuk bëhet me pip. Kështu që aty domethënë nuk është se kam një gjë kështu. Është një farë trendi që të bëhet fëmija tash edhe pastaj të martohesh. Megjithatë, si ta ketë shkruar i madhe. Eva, me ekziston ndonjë Adam që ti po më katon këto kohë? Po ti mendon se do ta thoja këtu, live. Jo, thjesht unë bëj pyetje kështu, meqense se nisëm me vjeshton, edhe më kujtua i kopshti e Edenit. Edhe
Je dashuruar apo jo? Se pyeti dikush, a është e dashuruar Eva tha. Po, Eva gjithkohë është dashuruar. Jo, e bëri pyetjen je beqare apo vetëm, nuk e di, diçka të tillë. Po deshe përgjigju, po deshe jo. Dhe ti mendon që do ta them. E di që s'do e thuash. Shiko, domethënë mendoj që disa personazhe publik ndiqen për arsye të caktuara, absolutisht. Domethënë ka shumë njerëz që e luajnë kaq bukur, po kaq bukur të lojën e telenovelës, le të themi, u lidhen, u ndan, u puthën, u prekën, bëri kështu, bëri ashtu. Thjesht unë nuk mendoj që jam e mirë në të bërë të asaj loje, që më mirë i them e lej fare dhe s'dua të flas për këtë, se sa të rri të merre. Kështu që është e vërtet, po ndonjëherë media nuk të kursen, ta bën media telenovelën. Absolutisht. Po, unë të uroj që ajo që do të shohim të ty të jetë një film i bukur, me fund të lumtur, dua të shoh të lumtur. U kënaqa shumë, të falenderoj jashtë të uroj vetëm sukses, gjitha të mirat i kesh, edhe të falenderoj me të vërtet. Gjithashtu edhe të falenderoj. Shumë e këndshme, shumë e lirshme, pavarësisht se është krijuar e përshtypja që je pak e rezervuar, po nuk më duke as pak. Nuk e di pse është krijuar pra kjo përshtypje, sepse je rritur para kohë ndaj, jam rritur po, këtë e them, e ndjej edhe unë që jam rritur para kohë. Megjithatë nuk jam e lumtur, për sa kohë jam e lumtur momentalisht me jetën time, me gjërat që kam, me punën që kam, nuk është se kam ndonjë pengesë shumë të jashtëzakonshme. Dhe nuk ka se mos jesh. Shumë faleminderit shumë edhe u kënaqa, realisht u kënaqa, se sa do bëhet live kur është kështu me intervistë më pëlqen me vërtet. Ishte vërtet bukur. Të falenderoj shumë. Biseda jon do jetë tek faqja e revistës Story. Unë po e postoj direkt sapo të mbyll komunikimin me ty. Të puth. Mirupafshi. Të puth edhe unë dhe të falenderit jashtëzakonisht shumë. Ne gjithë ndjekësit, sepse ishin shumë aktiv, edhe bëm pyetje pa fund, por ne nuk e kishim mendjen, sepse motoroqi shumë biseda edhe po merresha me to dhe me celularin që më acaroi nerva, që më të përshëndet shumë. Mirupafshi Eva. Të përshëndet. Ciao.